rigrupohen e tjera. Andaj nuk do kisha thënë dhe zotëria Putini e ka bo kalkulimet që kjo luftë me gjitha gjatë do zgjas me shumë vite dhe nuk është që është futur që thojnë me fjalën e fundit për të mbaruar se është deklaruar se ka dështuar se ka dashur me marrë Ukrainën për një kohë shumë shkurt. Me gjitha gjasat Vladimir Putin është një njohës i mirë i artit të luftës edhe shkencës së luftës, nuk është një njeri i tipit të Zelenskit, i cili nuk ka lidhje me atë fushë fare dhe nuk ka pas ndonjëherë lidhje. Thoni që lalitari jashtë vetëm me qëllim, pra nuk arriti një pushtim më të gjerë, por për ta mbajtur konfliktin e ngrirë dhe të vazhdueshëm. Po, se megjithatë nëse konsideroj nëse do kishte marrë territorin e Ukrainës brenda një kohë të shkurt, problemi do shfaqej se sa gjatë mund ta mbante atë pas okupimit. Ajo është problemi. Dhe me gjitha gjasat Putin e ka bërë atë kalkulim dhe e din sa është shpenzuese një gjë e tillë e hapjes në një territor siç është Ukraina dhe do më thonë mirëmbajtja e okupimit do kushtonte shumë më shumë se sa kushton kjo që është bo tani. Ne kemi këtu duke kthyer tash pikë njëjtës perspektivë, duke kthyer këtu në Kosovë i kemi pas ankesat e policisë pse nuk janë pagu për policisë sonë të Republikës së Kosovës, pse janë pagu për orë të shtesë, për orë të natës, të cilët kanë punu për të mbajtur sigurinë në veri, nuk e di a jeni informuar se nuk janë paguar në kohë dhe kemi pas sa mujta me lexu deklarime nga Ministri i Financave se ata është dashur me ditë sa është buxheti para se mi bë ort dhe ky është problemi që unë kam thënë se forma me cilën jemi fut atje në Mitrovic ka qenë gabuar se është shumë e kushtueshme dhe kur të vijë fundi i ditës ajo do të kthehet në gjendën zero, kur reprezentuesit e komunave do të jenë kryetarët e minoritetit serb. Ata do të udhëheqin komunat atje. Atje do të bëhet prap policia lokale. Dhe do të thonë ky shpenzim është krejt kot që u shku sepse forma është okon e tillë. Ka forma të tjera të cilat kanë mund ndjek për me arrit me integru atë pjesë, qoftë edhe me polici, me prezencë policisë njësi speciale, po me një buxhet apo me një shpenzim shumë më të vogël dhe me një kështu pa degenerim politik në aspektin ndërkombëtar, i cili është bërë Kosovës. Si është bërë kur nuk ke sigurinë vend tonin dhe ti shfaqesh i pasigurt, sigurisht edhe investimet jashtme apo bashkëpunimet ekonomike me vendet e tjera, sidomos në sektorin privat, janë më të paarritshme. Dhe kjo ka qenë forma e gabueshme pa hyrë në detaje për dëmet e tjera kolaterale që i ka ndodhur Kosovës si pasojë. Zoti Gaxheli, deri ku mund shkoj hakmarrja e Trumpit me Putinin, tani që është zemëruar, nëse do marrim sepse është një konflikt me të gjithë, Europën po, Kinën po, tani edhe me Rusinë nëse hakmerret, apo mund të kthehemi tek politika e vjetër, një rregullim me Europën, edhe kundër Rusisë. Po, zotri Trump nuk është aq emocional se sa duket. Pra ishte një strategji ndoshta për ta futur në kurth Putinin. Është, unë besoj fuqishëm zotri Balla duke ju bërë pyetje njëri nga njëherë dhe jap informacion. Do të thotë pyetja do ishte se sa Amerika duhet të jetë afër me Evropën që mos të lejoj afërsinë e Kinës dhe Rusisë. Një pikë pyetje të problemit dhe kështu, s'është fuqi ngritje si është
Rusia, Kina, të cilët investonin në kapacitetin ushtarak. Megjithatë, unë përgjigjja ime ka qenë se e vetmja fuqi në botë e cila ka bët mundshme do të thot futjen brenda autoritetit të saj 3 ish republika të Rusisë ka qenë Evropa. Evropa ka mrri 3 ish republika të Rusisë me shtim ndër jurisdiksionin në saj. Dhe ato aty gjinden, flasin, ne e dimi ato 3 të cilat janë. Ndërsa Putini i dulgjumi pastaj te Ukraina. Edhe ndoshta mund bëhet mbledhësi i madh i tokave ruse. Evropa aty kishte qëllimin. Se si shpeshojmë tani edhe evropianë ishin kundër që Ukraina të bëj këtë të pranoj Zelenski që të bëj marrëveshjen e paqes. Ishin zërat francezë që